Kiara Tito, një nga figurat më të dashura të ekranit shqiptar, ka vendosur ta kalojë këtë të diel në mënyrën më të bukur të mundshme, në shoqërinë e mikeshave të saj të ngushta. Moderatorja bukuroshe ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram 2 foto ku shihet duke drekuar në një ambient të ngrohtë e të këndshëm, të rrethuar nga natyra dhe harmonia. Në fotot e publikuara, Kiara shfaqet me një veshje të thjeshtë por shumë elegante, me një bluzë të bardhë të kombinuar me fund jeans, ndërsa buzëqeshja dhe eleganca e saj natyrale bien menjëherë në sy. Në njërin prej fotove ajo shfaqet e vetme, duke mbajtur dorën në flok në një pozë spontane që tregon qetësinë dhe lumturinë që po përjeton në ato momente. Ndërsa në foton tjetër, ajo është krah një mikesh të saj shumë simpatike, dhe të dyja duken të relaksuara dhe të gëzuara teksa po shijojnë këtë ditë pushimi së bashku. Postimi është shoqëruar me komente pozitive nga ndjekësit e saj, të cilët gjithmonë e komplimentojnë për natyrën e saj të ëmbël, thjeshtësinë dhe elegancën që përcjell në çdo dalje publike. Ata e kanë përshëndetur zgjedhjen e saj për të kaluar kohë cilësore me shoqërinë, duke theksuar se edhe në këto momente të qeta, Kiara mbetet gjithmonë një inspirim për vajzat e reja që e ndjekin me admirim. Të mos harrojmë që Kiara së fundmi është përfolur shumë për angazhimet e saj profesionale dhe për mbështetjen e palkundur që ajo i jep partnerit të saj Luis Ellit dhe vogëlushes së tyre Luna Mari. Kështu që kjo ditë e qetë dhe e gëzueshme me shoqërinë e saj vjen si një pushim i merituar. Ky moment i përzemërt tregon edhe një herë se pavarësisht famës dhe angazhimeve mediatike, Kiara vlerëson marrëdhëniet e ngushta dhe kohën cilësore me njerëzit e saj të afërt. Në një kohë kur gjithçka ndodh me ritëm të shpejtë dhe shpesh njerëzit harrojnë të ndalojnë për të shijuar momentet e thjeshta, Kiara na kujton rëndësinë e të qëndruarit pranë atyre që na bëjnë të lumtur. Ky moment i përzemërt tregon edhe një herë se pavarësisht famës dhe angazhimeve mediatike, Kiara vlerëson marrëdhëniet e ngushta dhe kohën cilësore me njerëzit e saj të afërt. Në një kohë kur gjithçka ndodh me ritëm të shpejtë dhe shpesh njerëzit harrojnë të ndalojnë për të shijuar momentet e thjeshta, Kiara na kujton rëndësinë e të qëndruarit pranë atyre që na bëjnë të lumtur. Në fund të ditës, janë pikërisht këto çaste të vogla, të mbushura me të qeshura, biseda të sinqerta dhe prezencën e njerëzve të zemrës që krijojnë kujtimet më të bukura dhe të paharrueshme. Dhe Kiara, me natyrën e saj të ngrohtë dhe shpirtin e saj të lirë, na frymëzon të gjithëve që të ruajmë ekuilibrin mes karrierës dhe jetës personale, duke e mbushur çdo ditë me dashuri, vlera dhe momente të çmuara.